Mbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi së bashku në emisionin Pusho Shqiptar, që si çdo të mërkurë ne vim në ekranin e këtij televizioni duke sjell guida pafund që shpresoj një pjesë e tyre t'ju ketë frymëzuar për t'i ndërmarrë ju vetë pikërisht të udhime. Ne kemi udhëtuar, kemi shprehur kënaqësinë e madhe që ofrojnë këto udhime, akomodimin, kushtet e favorshme për të gjithë ju që dëshironi të udhëtoni atje ku i keni këto kushte, po dhe atje ku kushtet të mungojnë, pasi vetë emisioni quhet Pusho Shqiptaqe, por ndoshta nuk jemi ndalur asnjëherë për të folur për mjedisin se si duhet kujdesemi për të. Dhe kemi sjellë kësaj radhe një emision krejtësisht ndryshe, ku vlen më shumë si mësim se sa si një udhtim. Janë të rinj që do të trajnohen, të cilët duhet të shfaqin, jo vetëm thjesht dashurinë për natyrën, kuptohet këtë dashuri ata e kanë, por dhe kujdesin ndaj mjedisit. Si duhet bërë kujdesin ndaj mjedisit? Janë pikërisht ata të rinj, të cilët vinë me eksperiencën e tyre duke sjellë një model fantastik të trajnimit që bëhet me ta në qytetin e Shkodrës, dhe më pas do të kemi edhe praktikën e një teorie të shkëlqyer që atyre ju jepet. Janë këto grup mosha që në kontaktet e drejt për drejta me bashkëmoshatarët e tyre dhe jo vetëm, i shpërndajnë këto informacione dhe këto dije për të ndërgjegjësuar shoqërinë tonë. Dhe sa më shumë duhet të kemi trajnime të këtij formati. Le të ndjekim një udhtim shumë të bukur më pas që do të vijojë pasi trajnimin në liçenin e Shkodrës, ku detaje dhe informacione pafund do të vinë për liçenin, detaje dhe informacione që ne edhe mund të dinim, por her pas here duhet i përsërisim që ne t'i mësojmë dhe kur rrefejmë për bukuritë e Shkodrës, të kemi se çfarë t'ju themi vizitorëve që vinë me kënaqësi më të madhe për të parë vendin tonë. Ndjekim reportazhin e parë dhe do të rikthehemi në emision pasi kemi disa intervista shumë të këndshme me artizanët në bashkinë e Vaut Dez. Kush janë ata, çfarë çuditërash bëjnë? Do të rikthehemi pas pak në emision, pasi të ndjekim reportazhin e parë. Ne zgjedhim të shkojmë pranë vendeve të bukura, ku relaksohemi, por pak mendojmë të japim vendit, i cili na dhuron kënaqësi dhe relaks një përkujdesje. Një pjesë e konsiderueshme jona ende nuk janë ndërgjegjësuar në mbajtjen pastër të mjedisit, ende nuk i kanë kuptuar rregullat e bashkëjetesës me natyrën. Nga kjo vjen edhe dëmet ndaj saj dhe nëse vazhdohet kështu, pasojat do të jenë të pariparueshme në një të ardhme të afërt. Prandaj është shumë e domosdoshme trajnimi, kryesisht të rinjve, mbi ndërgjegjësimin e tyre për ta ruajtur mjedisin. Kuadrin e projektit Youth Care, sot po realizojmë një seri trajnimesh, të cilët janë trajnime që shënojnë pikërisht grupet e rinis, që jepen vetë nga trajnerët tanë, të cilët janë trajnuar më parë në një trajnim që ka qenë i dedikuar për ta. Ato kalojnë njohuri rreth mjedisit, rreth veprimeve, të cilat synojnë për rritjen e njohurive, por edhe për mbrojtjen e mjedisit dhe përfshirjen në aksione të ndryshme mjedisore. Ne asistuam në një trajnim teje serioz, i cili ka kohë që ka nisur, por ne u bëm dëshmitar i një rrësfaz të tij. Është ditë e veçantë sepse sot kemi të ftuar të ri, të cilët janë përfaqësues të shtresave të ndryshme. Të rit vinë nga qarku i Shkodrës, pra jo vetëm nga Bashkia e Shkodrës, vinë edhe nga jashtë saj. Ato sot do të angazhohen edhe në ditët në vazhdim në aktivitete të përbashkëta, të cilat jo vetëm rrisin njohuritë, siç e thash më parë, por edhe synojnë që ata në të ardhmen të kthehen në mbrojtës të mjedisit duke ndikuar pozitivisht, duke njohur mjedisin, por edhe duke ruajtur atë. Mirë se keni ardhur gjithë. Sot është një ditë shumë me shumë angazhim dhe me aktivitete. Sot është dita e parë e trajnimit. Trajnimi bëhet në kuadrin e projektit Youth Care. Është një projekt regional i cili ka shtrirje në disa shtete të ndryshme. Pjesëmarrës në këtë projekt janë shtetet si Malizi, Italia dhe Greqia. Ne kemi pas fatin që nëpërmjet një bashkëpunimi të hershëm që kemi pas me organizatën Beyond Barriers, jena zgjedhur si organizatë partnere në Shkodër, pra drejtuesit e projektit janë organizata atje, ndërsa ne jena si pjesë e veprimtarive, domethënë që do të bëhen me të rinj.
Në kuadër të trajnimit të rinjve janë realizuar njësër aktivitetesh edhe në Maltëzi, apo dhe trajnimi i trajnerëve në Durrës, të cilët më pas do të trajnonin grupet e të rinjve, ashtu siç po ndodh sot. Qëllimi i këtij workshopi është që secili prej të rinjve të përfshihet, pra të marrë pjesë, ta ketë sa më praktike në mënyrë që këto mësime që të marrin sot t'i vënë në zbatim edhe të nesërmen në përditshmërinë e tyre. Siç e thash në fillim, vijohet me energizer dhe më pas direkt në pjesën e trajnimit dhe kështu do bëhet më lehtë për ta që të trajnojnë. Amela do t'jetë sot lidere e trajnimit. Kasriot Faci, koordinator, bën prezantim në saj tek të rinj, të cilët edhe ata do të quhen të trajnuar dhe do të kenë mundësinë të përhapin njohuritë e fituara në jetën e përditshme tek njerëzit me të cilët takohen. Mjedisi është diçka që na përket gjithëve. Ne kam dëgjuar një politikane që ka thënë ne e huaxojmë botën nga fëmijët tanë, që domethënë që në këtë rast ju jeni pjesa 3, pra domethënë ne që jemi sot duke përdorur mjedisin, duhet ta ruajmë atë në mënyrë që ta lajmë sa më të mirë, sa më të mbrojtëm, sa më shëndrueshëm për ju në vazhdim. Në këtë grupim sot na jena pak të ndryshëm, po shpresoj që të jena barabartë. Kur e them disa ndoshta për ju e dini se na punojmë me 3 që janë persona me aftësi ndryshe ose aftësi të kufizuar më mirë me termin ligjor. Prandaj shpresoj edhe uroj që na jemi pritni kanë nevojë ndoshta më fut në ata grupet e vogla të punës kur ti ndajmë, do të ketë gjithë secili grup ndonjë përfaqësues. Do të mundona që ti kemi gjinin femnore me që kena ma shumë, po ti kena dhe grupet mikse, ti marrim nën kujdestari. 13 vite kam jetu në Londër, edhe ka përfrise 9 muaj që jam këtu në Shkodër. Arsyet e kthimit tuaj? Arsyet ishin me kenë vendin tonë, me rritë fëmijët në vendin tonë, edhe me shpresu që Shqipnia do t'jetë një ditë më mirë. Edhe ato eksperjenca që ne kena marrë jashtë, shpresojmë që t'i vejmë punë për mirë në qytetin tonë. Këtoj që ende në atë fazën e vështirë, viti parë gjithmonë është i vështirë për kthimin, por ja këtu të shohim në një trajnim. A mund ta dim interesin tuaj, pse ndodheni në këtë trajnim? Unë kam punu për disa vite në Londër me të rritë me aftësi kufizuar, por edhe në shkolla. Puna ime ka qenë në Special Education Needs School për vitet e fundit, por edhe në shkolla normale 2 vitet e para kam pas praktik. Mendoj që është një trajnim i mirë sepse na duhet gjithë mjedisi, është ai që na rrethon edhe besoj që duhet dim pak më shumë se si të ruajmë edhe si i përdorim në mënyrë më eficiente resurset tona. Por gara tjetër edhe diplomimi juaj në Shqipëri ka qenë për një profil tjetër. Unë këtu kam marrë Universitetin Luigi Varakuqi në Shkodër për histori gjeografi, diplomi im është për gjeografi, kështu që më lidh edhe diçka pak më tepër me mjedisin, sepse vetë dega jam është pak më e lidhur me ekspeditat mjedisore, gjitha këto më thonë janë pak një interes për me ditë pak më gjatë. Kena shumë kënaqësi që të kena universitetin këtu. Skautistat gjithashtu edhe këta janë një grup që tash janë konsoliduar edhe që kanë pasur edhe këto eksperjenca për më parë, edhe me mjedisin, por edhe me punimet me grupe. Kena Nertiden ka. Nertida e cila ka edhe kjo eksperiencën e vetë sepse ka punuar në Angli me si mësuese mbështetëse për personat me aftësi të kufizuar. Kena Klean që na është bashku, faleminderit Klea. Kena vajzat që kena kanë disa herë bashkë me aktivitete në natyrë. Pra, ideja që nina si një familje. Mona Lisa ti je lidhur shumë me natyrën sepse hyn edhe tek skautisët Shkodër, a? Okej. Bile nga njëherë krijon atë përshtypjen që ti duhet i dish të gjitha, i di të gjitha apo se di të gjitha? Di pjesën më të madhe, po normal se çdo herë ka vend për më mësu më shumë, edhe çdo herë do na më mësu për tjerëve se as kërkosh nuk është i ditë me të tona. Edhe normal që kërkojmë gjithmonë në mësu më të mirë. Okej, kjo që manuar çfarë është? Një që është një manual për edukimin mjedisor të të rinjve. Okej, çfarë do bëjmë manualin? Është një manual që kena me bosat rreth lojna vallaxhonave që kena me mësu sot. Trajnimi në Shkodër do të jetë i ndarë në 2 faza, fillimisht teoria
dhe nesër edhe praktika për të vënë në zbatim dijet e fituara. Jo edhe të dalni prej këtu domethënë të kënaqur dhe me një eksperiencë unike e cilat ju vlen ju në edhe njerëzve që ju rrethojnë ju në lidhje me veprimet që ne bëjmë me mjedisin. Por le të njihemi me të rinj që trajnohen sot. Jam Bibi Takili, jam student e universitetit, për momentin vaj praktikën të banda muzikore dhe dorë. Alma Zorgje, vjen nga Universiteti Luiç Korakuqe dhe bëj praktikën të dorë. Ida Lazi, gjithashtu studente në bachelor të punës sociale, vjen nga Lesha, qendra zhvillim dietor që merret me fëmijë të kufizuar. Mëshirë dhe Popi, gjithashtu vjen nga Universiteti Luiç Korakuqe dhe bën praktikën të dorë. Jam Nikolas Samaj, bëj pjesë tek grupi i skautistëve të Araboshit. Vjen nga shkolla Osokuka dhe shpresoj të kalojmë bukur sot. Unë jam Jerina dhe jam pjesëtar i grupit skaut të Araboshit shkollë. Unë jam Arvi Bushne dhe jam pjesëtar i skautistëve të Araboshit. Unë jam Joni Edari dhe jam pjesë e grupit skaut të Araboshit shkollë. Unë jam Dora Jerina dhe jam pjesë e grupit të skautistëve të Araboshit. Unë jam Analisa Comaj dhe jam një lider në skautistët të Araboshit. Unë jam Nertile Ebrami, si mësuese mënyrëse që kam bërë disa vjet jashtë shkollës me fëmijët në asit kufizuar në Special Education School. Adela, jam studente në master të shërbimeve sociale dhe bëj praktikën në shoqatën ndërkombëtare. Unë jam Real dhe bëj pjesë të shpia 16-18. Unë jam Ana Maria Hysin dhe bëj pjesë të shpia të rinj 16-18 vjeç. Unë jam Rajsa Tekfallari në të njëjtën. Jam Çejme Tërshani, jam shumë i kënaqur në bandën muzikore. Unë jam Giri dhe profesor bandë muzikore. Unë jam Valentina Uqat, jeti shpi. Jam Amela Muslia, me profesion punëse sociale dhe terapiste OVA. Sot jam në rolin e trajneres. Lidhje me temën e mjedisit, do mundohem me bë sa më fan këtë ditë, mos me ju ngarku se Liza shumica jeni në shkollë. Besoj që kena më knaq, edhe kena më ja kalu mirë. Si fillim mendoj me bë një energizer, një lojë që më përshit tonëve, si fillim me hik emocionet, sa është edhe hala heret. Kështu që ju kisha ftu, mu çun kam se cili për jush. Në formë rreth të si jena. Zakonisht kur të rinj vinë në një trajnim, kanë tendencën të ulen pranë atyre që kanë miqë dhe i njohin. Në trajnim u vendos ndryshe, por në një mënyrë shumë miqësore dhe argëtuese. Grupimet do të krijoheshin në bazë të numrave, do me thënë, do të nisej numërimi 1, 2, 3 dhe pastaj do të mlidheshin njëshat e më pas dyshat dhe treshat. Kjo mënyrë krijon larmi në grup dhe nxit miqësitë e bashkëpunimet edhe me ata të cilët i takojmë këtu për herë të parë. Në trajnim fillimisht do të bëhet prezantimi i termave të cilat do t'i mësojnë. Ta mbrojmë mjedisin, ruajtja e ujit, mos shpenzimi i energjisë. Por nuk do të mjaftohen vetëm me marrjen e njohurive, por dhe nxitjen e mendimit kritik. Pas ideja është të nxisim edhe mendimin kritik të rinjt të shohin të rinjt e tjerë duke folur për këtë temë, duke folur për këtë temë dhe kështu ato mund të sensibilizohen dhe të mësojnë më shumë për temën së sotme në mënyrë sa më praktike. Okej, pra ndërgjegjësimi bën ndryshimet, dhe jo urdhrat, rëndoni, shkolla që vendosin tabelat e tjerë, duhet ndërgjegjësuar. Idetë të rinjve do të shkruhen në tabela ku të gjithë do të kenë mundësinë të japin mendimet e tyre. Por lojrat energjike i shlirojnë ata nga emocionet dhe nxisin që në fillim krijimtarinë e tyre. Secili duhet të thotë një tipar për veten e tij, duke u nisur nga shkronja e parë e emrit. Alma, ambicioze. Klea, kreative. Dora, dorime. Emil, energjik gjithashtu. Shirla, shkafet. Vive, e vërtet. Mona Lisa, si mu. Kri artist. Nikolase, natyra. Joni, s'ka cilësi që fanë me jërë. Edhe Nertile, naturaliste. Ilda, ritmi fjallë që është një inteligente. Rea, rezistente.
Wow. Ana Maria ambiciosa. Emir Torshani Vish. Samantha sociale. Kasirov Këmguls. Sonila, supportuese. Amela e Amel. Marian. I Amel. Kështu siç e një ndomë 3 grupe, kamiollon secilit ka një term lidhje me mjedisit. Ju keni 20 minuta kohë, gjithsej që me bë kërkimet e ju janë lidhje me këta tema edhe me zgjell ka një përfaqësues secili grup që më i prezantu këtu para nesh. Atëherë, 3 termat që unë kam zgjallë është konsumimi i energjisë, përdorimi i ujit dhe menaxhimi i mbetjeve. Pasi janë ndarë më përpara grupet, ndahen edhe termat për secilin grup. Brenda 20 minutave ata do të gjejnë karakteristika, ide, problematika dhe zgjidhjet e tyre, të cilat përmes një përfaqësuesi duhet i shkruajnë në tabelë. Grupet punojnë në mënyrë të pavarur me njëri tjetrin, i japin mendime dhe diskutojnë mes tyre. Zgjidhja është e titrimi, problemi është për shembull aroma e keqe, Jo me nejtë në orë tonë në dushtë. Po. Nuk ti të shiri. Zgjidhje që jemi. Atëherë mbrapa bëjmë për shembull, por duhet të kuptojmë që paralelisht me ne ekziston edhe një botë tjetër në cilën një rrjedhshëm është një problem. Mungesë seksuale për Për hir të së vërtetës, mes grupeve kuptohet një konkurrencë e lehtë. Ata e marrin seriozisht diskutimin dhe dëgjojnë me vëmendje mendimet e njëri tjetrit. Si po ju ecën deri tani? Jo personin se kush do flas apo jo? Alo, jena në dyshe, djalin e kena zra, vajzën alo. Okej, djali kush është djali? Vipi. Okej. Bukur, Vipi, a? Vajzën jemi duke diskutuar. Jena diskutim. Na kena pas në fol për menaxhimin e mbetjeve, që është ka një problematikë shumë e madhe kohët e sotme. Gjatë që na përballena për ditë me këtë, ne kena bë problematika që hasin edhe zgjidhjen që mund të bëjmë në momente në kështu në generale në gjithë përfshirëse. Flora dhe fama, edhe ndojtor. Bravo. Kena gjithë përfshirjen, kena disa meturina që i marrëm i hedhim te koshi. Gjatë që të bajt qytetarëve më gjithë përfshi, me pastru vendin ku jena të nej, me pastru rrugën edhe me pastru çdo gjë që ne shohim që nuk është e bukur për synin tonë. Ne do të më kanë ndërgjeshëm për që me rujt energjinë që mas me bë konsumim të prumë. Atëherë, pika po ishte konsumimi i energjisë është i lidhur direkt me sa eficient jemi ne si konsumator. Dhe shpërdorimi e resurseve energjetike për të sjellë shpejt dhe përfundimin e tyre. Çdo ndryshim që na dona me po të tjerë, si fillim duhet me po të vetë, dhe fillon nga ne.
kena shfrytëzimin e energjisë diellore, atëherë siç e dim, na jemi në një vend që më shumë kena diell se shi. Edhe mendoj se instalimi i paneleve diellore ka me kanë një hap drejt një zgjidhje sa më të mirë për të tonë. Duke se teknologjia ka avancuar që janë bërë pajisje inverter, edhe blerja e këtyre pajisjeve normalisht që kursen energji, sepse janë me plusa e kështu, edhe konsumimi është pothuajse 50% e përditshmërisë me pas ato pajisje në shtëpi. Si kondicionerat, frigoriferat, lavatriçet, sidomos kondicionerit, se edhe llampat LED mund të jenë. Po, edhe llampat LED, edhe kjo është. Ujin ne e që e kena më shumicë, e shpërdojmë shumë, por në fakt duhet për me e kursy. Duhet kuptojmë që ne kemi privilegjin që kemi ujë të bollshëm në vendin tonë, por duhet gjithashtu të kuptojmë se në një botë paralele uji i bollshëm nuk ekziston si term. Dhe kemi listu disa problematika në vendin tonë rreth shpërdorimit të ujit. Atëherë, kemi problemet sepse shpërdorim ujin shumë gjatë ujitjes së luleve, gjatë dushit, gjatë higjienës, pra larjes së fytyrës në mëngjes ose larjes së dhëmbëve, gjatë larjes së endeve dhe gjatë pastemit të shtëpisë. Për shembull, me kriju rubineta me sensor, për shembull, në shtëpi edhe në institucione të ndryshme. Gjithashtu formula ndërgjegjësim si një mundësi zgjidhjeje, ndërgjegjësimi në institucione, pra për fëmijët në shkolla, gjithashtu edhe ndërgjegjësimi në familje, pasi familja është baza. Për t'i dhënë një frymë bashkëbisedimi të vlefshëm për të gjithë, njohurit ndërthuren me eksperiencat konkrete dhe një rast që ngjalli interes dhe që një mësim i mirë për të rinjt, ishte ai i rrëfyer nga Kastrioti. Kam pas fatin me kenë në Afrikë, edhe në Kenia dhe në Tanzani, edhe ma besoni se kur kam ardhur në Shkodër, kam thënë jena njerëz shumë pasën. Mund thoni ja, pikërisht për temën që kishim përdorimin e ujit, sepse kam pa që njerëzit atje kanë bërë biznes, që dhe më kanë kanë hu një pompë dhe njerëzit rrinë rrallë 20-30 vetë për me mush ujin me bidona, për me transportu e veshin kokë, e veshin kam pa nanën për shumë me 2 fëmijë për dorë që kishte shku me mush 30 litër ujë. Pra me dhe në rrallë, me pagu për me mush ujë. Nërsa ne, pa për arstin gjithë kur lajmë lamp, edhe unë qysh se kam marrë në fakt për e Afriket kam vepru vetë, kam nëshu me din, sepse kur laj lamp në atje, gjithmonë e hapi edhe me dhe qesmen, laj lamp e hapi shplaj. Pra gjithmonë mundonu që këta veprime kaq të vogla janë, po na nikojmë shumë në mjedis, edhe në mënyrën se si na sillena, sepse jam i sigurt që keni motra vëllezër më të vegjël në shtëpi ose njerëz të tjerë, mirë po gjithë secili me kursy në 20-30 litër ujë, vetëm te lara e llamëve, një familje me 6 persona, i thon 180 litër ujë. Në momentin që i vullnetari hinë mren, ju keni me kënë të kësy, muzika ka me fillu, edhe ai ka me zgjallë, dhe më thonë cilin person ne jenë atyra njëti imitimin. Zënë sikur jeti tu e drejtu dhe më thonë grupin, tonë grupi ashtu të po ty, një vullnetar për jashtë, ka marrë mren edhe ka me zgjallë se cilin ju jeni të imitu. Që në fillim të tij, ky trajnim u bën në një mënyrë tepër interesante që e mbante kurreshtjen e të rinjve të ndezur. Në bazë të titullit të tematikës, keni me kriju një strategji se si mundeni me kriju atë. Jo kam bën shembullin këto,
Ashtito e emri, angazhimi personal i secilit prej jush, edhe hapat që do të më zbatu këtë të bërë. Keni 20 minuta kohë. Udhëtimi i radhës është ndërtuar mbi bazën e një teme që u jepet të rinjve dhe duhet të përcaktojnë çështjet e më pas hapat për zgjidhjen e tyre. Në këtë kohë që jetojmë jena tonë që kena të telefon minimumi, edhe mund të shohim këto gjëra në rrjetet sociale, edhe mundet me pas me ekip të tonë. Ka rëndësisë veçantë të këtyre lëndëve që paraqiten në shkolla apo në institucione, krijimi i aktiviteteve të ndryshme ndërgjegjësuese siç mund të jenë kalimi një dite ose qoftë një piknikut, qoftë një dite në mjedise, cilat janë të mbrojtura apo siç mund të jenë zonat e pyjeve, detet e diçka tjetër, mos sensibilizu një ditë mbledhja në tërësi apo pastrimi i zonave të mbrojtura. Në një lloj biznesit i cili e krijon atë lloj riciklimin që atë karton për shkak që kena hall, e riciklojnë në letër, atë letër e shfrytëzon në një mënyrë tjetër, atë plastikë që kena hall e shfrytëzon në një mënyrë tjetër. Okej. Edhe kanalçet, edhe shishet, edhe e bën me fjalë një lloj gjami, një diçka zbukurini, thonë, edhe riciklojnë. Pas diskutimit të liderëve të zgjedhur të grupeve, të gjitha e hedhin në votim secili prej tyre dha idetë më të vyera dhe interesante. E nesërmja do të sillte edhe një ditë të bukur, e plot me vlerë për të rinjt. Ashtu siç u tha një ditë më parë, teoria e marrë në trajnim do të shoqërohej edhe nga praktika. Kontakti i drejt për drejt me natyrën. U zgjodh nga organizatorët e projektit të bëhet një lundrim në liçenin e Shkodrës. Si piknisje do të ishte moloja në Shirok, duke shfrytzuar mjetet e lundrimit të vendosura nga Bashkia e Shkodër. Edhe pse për ne si stafi emisionit, lundrimet në brendësinë e liçenit kanë qenë të shpeshta, sa herë që vim këtu përshkojmë nga emocione tepër të veçanta. Është një liçen me të cilin identifikohet Shkodra, ndihemi krenar për bukuritë dhe për masat e tij. Liçeni i Shkodrës është liçeni më i madh në Evropën jugore dhe llogaritet si nga liçenet më të vjetra në botë. Romakët e quanin Lacus Labeatis ose Palus Labeatis me emrin e fisit të Labeatëve. Edhe pse sot dielli nuk shkëlqen, sërish lundrimi është tejet i bukur. Pasqyra e tij ujore gjendet në një lartësi 6 metra mbi nivelin e detit dhe ka një sipërfaqe prej 368 km², nga të cilat 149 km² me një gjatësi brigjesh prej 57 km i përkasin Republikës së Shqipërisë, ndërsa 5 të tetat e Malit të Zi, ku më 1983 shpalli park kombëtar. Ka një breg shumë të larmishëm të tipit të ulë të marsheve në veri dhe shkëmbor në jug. Në bregun jugor shuhen plazhet në rrugën nga Shkodra deri në Shirok e Zogaj, ku më i madhi është Zalli i Bardh.
Fauna e liçenit është e shumëllojshme dhe e pasur me 45 lloje peshqish e 270 lloje shpendësh. Këto shpend përbëjnë 87% të gjithë ornitofaunës të Shqipërisë. Pika më e thellë e liçenit është rreth 45 metra. Në skajin jugor lindor shtrihet Shkodra, ku merr edhe emrin. Në këtë liçen nga ana malezeze derdhet lumi i Moraçës, e nga ana shqiptare në mes të rrugës së Shkodër-Shirok merr formë lumi Buna si vazhdim. Bregu i tij është 11 milje me shtrirje nga lindja në perëndim. Pranë liçenit është Taraboshi. Pak para derdhjes së drinit në Bunë ndodhen 10 dajlane për gjuetin e peshkut. Më të famshmit janë krapi, qefulli, ngjala dhe blini. Në mesin e gjallësave të shumta që jetojnë në këtë habitat, bimësia e larmishme dhe unike përbën një vlerë të çmuar në ruajtjen e ekuilibrave natyror. Mënyra më e mirë për të përjetuar bukuritë e liçenit mbetet udhëtimi me varg, që të çon mes kallamishtes, zambakësh ujë dhe panoramash të gjalla natyrore. Emërtime të tilla si liçeni i zambakëve, i pelikanit apo i krapit janë dëshmi e lidhjes së ngushtë mes natyrës dhe jetës së përditshme në këtë zonë. Grupi këshillimor teknik i punës ka bërë prezantimin final të dosjes së nominimit të liçenit të Shkodrës në UNESCO si rezervë biosfere ndërkufitare. DRTK Shkodër, që në vitin 2023 ka qenë pjesë e institucioneve partnere vendore në territorin e pellgut ujëmbledhës të liçenit të Shkodrës dhe ka dhënë ekspertizën e nevojshme për sa i përket trashëgimisë kulturore në zonën e propozuar për nominim. Shqipëria dhe Mali i Zi do të paraqesin një dosje të përbashkët. Ky projekt synon të sjellë ndikim pozitiv për komunitetet vendase, duke krijuar mundësi të reja për zhvillim të qëndrueshëm në përputhje me programin e UNESCO-s për njeriun dhe biosferën. Nëse shpallet zonë mbrojtur nga UNESCO, liçeni i Shkodrës do të përfitojë standarde më të larta menaxhimi dhe bashkëpunimi ndërmjet dy shteteve. Shkodra dhe gjithë rajoni përreth janë të bekuar me një thesar natyror të tillë, i cili kërkon mbrojtje, promovim dhe vlerësim të vazhdueshëm, jo vetëm për vlerat që ofron për biodiversitetin, por edhe për potencialin e madh në zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm. E ndërsa ne vijojmë lundrimin ton mbi liçen dhe diskutojmë rreth temave që lidhen me mbrojtjen e tij, një çift peshkatarësh, burr dhe grua, vijojnë punën e përditshme plot mundim dhe sakrifica për sigurimin e jetesës. Koha ka kaluar si pa u kuptuar dhe një surprizë e këndshme i priste të rinjt para se ata të zbrisnin nga anija. Çdo i ri që u bë pjesë e trajnimit do të vlerësohej përmes një certifikate e cila dëshmon se ata ishin pjesë e tij. Dora Jerina. Nerdila Demi. Joni Hajdari. Emil Jerina, shpejt e shpejt. Mona Lisa Comaj.
Mona Cana, tjetër, mëraba. Nicolas Somaj. Ky pra ishte reportazhi i parë që ne kishim përgatitur, I përgëzojmë të rinjt për punën e tyre të mrekullueshme, po ashtu edhe Dhedor, organizuese e një trajnimi të tillë, për shembullin e mirë, për emrin e mirë që ka krijuar në qytetin e Shkodrës, për trajnime shumë efikase që ju vinë ndihmë këtyre të rinjve për mënyrën se si duhet ta trajtojnë mjedisin. Dhe jo një vend ku ne shëtisim dhe argëtohemi, por edhe një vend ndaj të cilit duhet të tregojmë një kujdes të shtuar. Dhe do të vijojmë me një reportazh të dytë, nëse do ta quaja kështu, ose një grull opinionesh nga artizanët në Bashkinë e Vallëtundejës. Është një bashki që artizanët I ka të shumt, janë jashtëzakonisht të aftë në fusha të ndryshme të jetës. Ne jemi ndalur te një rritës I flutrave apo tek një artizan I prodhimit të verës. Janë disa intervista shumë të këndshme me humor që vinë në emisionin Pusho Shqiptarçe. Unë do t'ju ngrija një pyetje që në fillim të transmetimit të këtyre opinioneve, për shembull e keni menduar ndonjëherë sa orë bën dashuri flutura? E di që duket si një shprehje që ju befason për mënyrën se si e them, por është shumë interesante jeta e një fluture, balsamosja e një fluture, pavarësisht se mund të duket e dhimbshme, kështu si e them, por është shumë e bukur edhe një dhuratë me një flutur të balsamosur. Ambientalistët me siguri mund të kenë opinionet e tyre, por le të ndjekim një intervistë shumë interesante që sjell modelin e një të riu nga Mjeda, I cili kultivon flutura dhe më pas krijon dhurata shumë të bukura, të cilat mund të zëvendësojnë fare mirë ato suveniret kineze që ne her pas here I hasim në çdo cep të qytetit. Por nëse krijoni një dhuratë të personalizuar, le të ndjekim një model të mirë të këtij djali punëtor dhe plot fantazi. Tash ju të gjithë e keni parë filmin Flutra në kabinën time. Jo në kabinë kësaj radhe, po? Në shesh. Këtë herë. Po si e ke marrë e ke vënë flutrën aty njerë, dhe jo një? Po sa flutra ke vënë ti kështu në këtë gjendje kështu, me krahët hapur që të ekspozuara? Po. Kjo është sepse unë I rris vetë flutrat, edhe pas ciklit të tyre të jetës, pas I përfundojnë ciklin, I përjetësoj kështu I balsamos dhe merre natyrën. Merre natyrën në dorë. Ti kapi kultivoni bën oçu nga jeti? Unë nga Mjeda. Nga Mjeda. Okej, se mos kujtoni se gjitha gjërat e bukura ndodhin në Tiranë, në Mjet, më në Mjet. Jemi shumë afër me Shkodrën. Si e ke emrin ti? Marko Prendi. Okej, ti Marko ke bën një shkolla diçka? Biolog mjedisi, ka një vit që merre me këtë. Jo, ka një vit që merre me këtë aktivitet. Me aktivitet. Tani shneti me këtë ti ishe në shkollë, ke parasysh prindrit, ti thua duat ka flutra ti mbaj aty, pastaj ti balsamos. Kjo diçka që ka ardhur me kalimin e kohës. Nuk është se e kam fillu shkollën me idenë që do merra me flutrat. Po si erdhi? Ka lind me kohën. Ka lind pasioni për flutrat, ka lind me kohën. Ti gjithmonë ke pas qef flutrat? Kam pas qef gjën e gjallë. Domethënë çdo gjë e gjallë. Po jo mos e tash e kështu me arinje dhe me tigra, nuk do bëjmë neve, po me flutra. Do kisha qef merr edhe me ato. Ti nuk është se je thjesht I dashura me flutra, por këto janë më të imta dhe mbahen më kollaj. Kjo është më thjeshta për momentin. Okej. Si I mban ti tani këtu? Ku I mban ti këtu? Në kopshtin e flutrave, tek Eterna Leden.
Pra ti nuk je që deri në Lëndinë, e kap atje e sill këtu. Jo, vjen ajo për... Okej. Po si rritet... Ua, është krejtë pa konceptuar. Si rritet flutra vet? Po përkushtove që ti krijosh kushtet për gjithë ciklet, gjithë fazat e jetës së saj, rritet. Nga veza, nga vemja, nga pupa dhe pastaj del flutër. Po pse ka kaq shumë llojshmëri flutra ashtu te ne, se ne nuk e kemi parë. Ne në Shqipëri kemi 163 lloje. Në Shqipëri? Në Shqipëri. Dhe ti këto në që 63 gje mënyrën që të vinë aty të ti të lloj? Jo gjitha, jo. Kam bërë temën e diplomës për Vaudesin, edhe në Vaudes janë rreth 30 specie. Jo të 30-at kam mundësin t'i rris, sepse kërkojnë kushte që rriten në mal, po ato që rriten fush i rris. Tani si rritet një flutur? Ç'a bën ti? Nuk ti ka jo se ti apo ju ken ka pas? Kam me rjet. Pra, tash edhe unë. Pra i keni një rjetë të madhe vinë aty, nuk kanë xhelozi flutrat me njëra tjetrën në sulmon, si u prishin krahët. Janë territoriale. Edhe flutrat e kanë këtë gjë, ëh? Çdo gjë gjallë. Çfarë gjë problemi që kemi ne njerëzit, më dhe flutrat e kanë këtë gjë. Edhe njerëzit nga natyra kanë marrë këtë gjë. E kuptoj. Shiko, ajo është gjithsesi delikate, është e butë, etj. Ka diçka femërore të flutra? Femërore. Gjënia femër e flutrës femërore, po domethënë që të flutra mashkull. Si quhet flutra mashkull? Ska emër. Fluturak. Fluturak. Nuk ka term. Ç'a bëjmë meshkujt tek flutrat? Kohën po e krahasoj me njerëzit. Kohën e çiftimit e kanë shumë më gjatë se njerëzit, shkon 16 orë. Çfarë thua? 16 orë duke kërkuar flutrën e vet? Jo, që çiftohen. Që bëjnë dashuri. Një mashkull dhe një femër bëjnë 16 orë dashuri. 16 orë shkon. 16 orë rinë duke bërë dashuri? 16 orë, po. Kjo është befasuese. Kur fillon akti, po, mashkulli është ai që fikson femrën, domethënë femra vetëm rri poshtë, mashkulli fluturon, kërkon ushqimin për të dy. Domethënë është ai që mban peshën. Qohet me ushimin vjen. Po, nuk është se rri një vend. Edhe nga kjo dashuri sa flutra dalin? Me qindra. Ja vlen ka 16 orë, se bëhen nga. Ja vlen. Okej, vën 100 sop. Ja vlen. Lloje që ke? Këto janë lloje që nuk janë gjitha të Shqipërisë. Ato që rrisun janë kjo bardha këtu, të bardhat përgjithsisht, kjo këtu, edhe kjo këtu, janë disa, janë miksim nga kolegë, janë nga kolegë në për Europë, biolog. Dhe si balsamosën janë shumë kurioztare? Balsamosja është teknikë që duhet me pas kujdes te pjesa e krave. Quhet tamam balsamosje, po ngrirje quajmë në termin biologjik, ku ne ngrim krahët flutrës edhe rreshu. Mos i trego sekrete, se filluan edhe të tjerë me flutra. Këto janë gjëra që i gjen edhe në YouTube fundje. Po në dimër jetojnë këtu? Po i krijove kushtet po. A dhe në dimër jetojnë? Po në dimër. Po i krijove kushtet jetojnë. Shiko, ka ndryshuar diçka në karakterin tënd që kur fillove të merresh me flutra? Jo. Më sensibël me gjinin femëror. Ka qenë një frikë. Se mos ndoshta të qenë që merrem me flutra, që flutra karakterizohet, lidhet me femrën, mos ndoshta kujtojnë njerëzit që jam femër, po jo, jam mashkull. Pas flutrave fshihet një mashkull. Jo, ato se vë në dyshim, ja fare, po vetëm e kisha idenë që ka ndryshuar që ti t'jesh karshi femrës më delikat. Kam qenë gjithmonë. Merrem dhe me art. Mbarojnë femrën mbase? Ja vetëm kështu kur i thua që single jam. Çfarë thua? Po pse? Ç'ni po? Po do të dalësh nga mjeda. Nuk më lën flutrat, Vetë si marrin do rrim aty në mjet. Je djalë fantastik. Ku i tregton? Ke mundësi apo jo? Në Instagram. Si të kërkon? Teleshikues. Eternal Eden. Bukur, klikoni aty vetëm në Instagram. Në Instagram. Po, edhe mund të bëjmë porosi. A nuk do të ishte fantastik? Edhe personalizime. Pse si bëhet personalizimi nëse vendos një emër të flutra? Zgjedh flutrën cilën do të përdorësh, cilat pëlqen më shumë, nga ato që kam në dispozicion gjithmonë. Okej, dhe ti mund të shkruash një emër diçka e tillë që mund ta ketë? Edhe ajo bëhet, po përgjithsisht deri tani kanë ardhur zgjedhin lulen, zgjedhin flutrën. Kjo është fantastike, zgjedhin mënyrën e kupolës. Po, jam shumë kurioztar. Kjo është e vogël për shembull. Ja ti ke edhe më të mëdha, sa shkon çmimi i kësaj? Juan Kjo 1000 lekë. 1000 lekë vetëm kaq? Po kjo është fantastike. Krahasim me çmimin e tregut janë shumë të lira. Shumë e lirë. Kur mendoj mundin për të arritur, për ta kapur, për ta vendosur kaq estetikisht dhe për të bërë dhuratën më të veçantë që ekziston në botë. Po ty të lumt. Shumë faleminderit. Edhe një herë thuaj atë adresën aty më që ta fiksojnë mirë, mos i thotë tutje s'ka më dhurata të tjera, do merrni nga këto dhurata dhe do i bëni për njerëzit tuaj të zemrës. Thuaj edhe një herë adresën? Eternal Eden. Okej.
të përgëzoj shumë. Shumë Je faleminderit. fantastik. Faleminderit shumë Po shumë. thot drejtë, nuk është se kisha në plan që me dalë në për intervista. Jo, po unë i Se rëmbëja. përruja ekskluzivitetin. Jo, tek unë, te pusho shqiptar që është vend ideal. Faleminderit. Shumë faleminderit. Unë e kam thënë dhe një vit më parë dhe vazhdoj ta përsëris. Nëse doni një verë të mirë, cilësore, ja shikoni, ta tregojmë dhe me etiketë sepse kemi përparuar këtu ka super etiketë. Ku ta gjeni këtë verë kaq të mirë? Vene Zadrima e gjeni në Hejmel. Tanja, ka ndonjë sekret kjo vera jote që del kaq e mirë apo si është puna? Sekretin e ka për i Zotit. Ashtu, a? Sepse kodra e të buta plot diell. Se duhet jenë kushtet njerë. Tokat mrekullueshme për vrashtarinë shumë të kullume. Njerëz që kanë traditë hershme në prodhimin e venës dhe 40 vitet e fundit që janë marrë intensivisht në mënyrë private me vreshtat që cilin kooperativa i mollin ata zona, ne i rujtem si pak kusht tjetër. Nuk i shkatruat ju që të ndronit kulturën. Ne u tregum i qik ma dashamies me një e tjetin, edhe të shkëna mjetë të reaboll, sa programe që vëjet vinë, na mundonem me përfitu për të, nuk i shikojmë. Pas keni mirë me qeveri ju? Jo, nuk e kana këtë mirë me qeverit, por na monim qka jepën ata. Mua më pëlqeu se që në fillim të intervistës si folën në numrin shumë, se the ne, nuk the unë, po the ne. Unë jam me dy statuse. Profesoj një shoqat femërsh mbi 25 vite, vreshtar të Zadrims, edhe tash me punën e këshilltarit kryetarit bashkisë për bujqësinë jam i detyruar për të thënë ne, sepse ne pa punojmë, pa shërbim, na është besuar me shërby fermerëve. Krijojmë një ide, sa sipërfaqja e vreshtave tek ju? Se jo pa qëllim ta bëj të pyetje, vetëm një parafërsi. Ne duke filluar nga Naraçi, Shelçeti dhe deri në Nënshat, janë mbi 100 hektar vreshta, kryesisht lloj kallmet, sheshi bardh dhe lloje të tjera. Ashtu dhe tani me gjithë këto hektar që keni, a meritoni një fest ju apo jo? Ne po shpresojmë dhe ideojmë shpejti ta bëjmë një fest, jo në përmasat e kësaj festit madhe këtu, po një fest të vogël do me thonë se që shumë fishohet në tarmen. Sa modest jemër, unë e mendoj atë një fest shumë të madhe se e meritoni për traditën e bukur, për ta njerëz punëtor që bëjmë verë kaq shumë cilësore. Por vera do pihet me mas. Nuk dëna mu me deklaru, por do bëjmë një gjë të bukur. Ju prezantoj me shefin më të ri të bujtinës Bukuri Sheldi. Kaj serios? Okej, si e ke emrin ti? Juri, sa vjeç je ti? 5 vjeç. 5 vjeç je ti? Po sa i bukur je, shumë i bukur. Çfarë ka bujtina jote në gjë të mirë që të vim ne? Bukurin Sheldi. Është bukur, ë? Bukurin Sheldi ka lëçen kënë çat dëni. Peshk mish djath, me ara djath, me shërbel djath me mjall. Edhe djath me bornis. Nuk e besoj që mi ke thënë të gjitha. Bërek me laknur edhe bërek me spinaq. Mos më thuaj që i gatuan ti, a? I gatuan ti? Ju, si bëjën, i bën babi jem, e unë i qeja ti të Olina. Po sa vjeç e ti që merr pjatë dhe... 5 vjeç. Po e kap do të pjatën ti, e çon të tavolina ti? Po? Ashtu, po ty çfarë të pëlqen më shumë nga gjitha gatimet që bën babi jot? Mun pëlqen peshku, mushit, të tana. I han ti të gjitha këto, nuk je si ata fëmijë që thua nuk dua mishun, nuk dua peshkun. I ha gjitha? Po, disa që s'më pëlqen si ha. Disa që më pëlqen, i ha. Shumë mirë e the ti. Shiko, a duhet të vinë dhe fëmijët e vegjël aty te bujtina apo është vetëm për të rritur aty? Si s'bi, edhe për fëmijët vegjël, edhe për fëmijët, edhe për djatë, edhe për burrat mëdhenj. Po, gocat vogle kështu si ti të vinë? Po. A kanë ku luajnë atje ato se... Po, pusht ka vend pak ma shumë. Shude, ato të shkojnë të pjesa poshtë, dakor? Po, edhe deri pusht ka një vend deri to. Deri pak ma larg. Po duhet vim nga afër dhe ta shikojmë. Shiko aty te kamera njerë dhe thuaj të gjithë teleshikuesve, hajde dhe shijoni bukurinë Sheldi. E thua dot ose thuaj në mënyrën tënde?
Mishen vinin në bukurinë qeldi. Po, sa i mirë. A i fëmijë e vogël në befasoj. Çuni jot? Po, jemi. Ata si ka mundësi ai fëmijë ditë gjithë, amor, nuk e keni rritur në kuzhinë? Jo, zakonisht vin me lek o qef, dhe me thonë mor me ne, Që tani e përgatisi për të ardhmen, ë, se edukoni në këtë frymë. Si baba e vetë. Që bëhet shumë shpejt një kraj djathtë joti. Aq i vogël dhe i tha gjërat aq bukur, dhe kik si fëmijë. Megjithatë, ne nga të gjitha bujtinat ato që po thoni pak më përpara, i kemi shëtitur te juaja shumë keq. Nuk fale. Si të vini që me thonë, jo falë në kur vini. Na mbush mendjen që duhet të vim aty duke na treguar këto gjëra kaq të mira dhe të shijshme që ke përgatitur sot para herë. Atëherë, kjo është laknuri e para. Laknuri që bëhet çka ka brenda? Qep. Me qep? Edhe me pak truncë. Truncë? Po, se kemi menduar që vetëm me kungull bëhet, jo, me qep. Me qep. Sa bukur, është me miell misri që është ashtu apo jo? 50-50. Misit me Mos i trego gjë sekrete se fillojnë gati janë aty për të filluar gati. Pak sa dhe nuk e se kena po shumë. Po, ta është tavolina që vendos bashkia. Një djathë të mosur. Djathë të mosur? Se kisha dëgjuar këtë, shiko, më pëlqejnë këto gjëra të reja. Djathë 10. Të janë brusketi me saroga. Brusket me saroga? Saroga, që i kënë tha dikur. Ja, ato janë të thata dhe? Dhe këna bo. Sa fantastike. Aha. Ndërkohë që? Keci. Tu kemi dhe keci? Dhe kemi pak prosciutto të vendosur të pjesa aty? Po, prosciutto e vetë. Kurse këto janë shërbel e skuqëm, e fërgumë. Petull, me thonë, petull me shërbel. Zhytet në brumë me erza dhe pastaj skuqe shërbela? Po. Po nuk është e hitur ajo? Ja, super jasi. Jo, më tash, ta nuk e besoj. Po marrë e provoj. Ja, ta provoj tani këtu. Në është e hidhur si shërbela është farmak. Nuk është fare hidhur. Po jo. Çe keni bërë? Keni hequr? Tash e kana bën. Sekrete? Se po e tha, do ta bëni ju aty, prandaj s'bëj fjalë, duhet vini dhe ta shijoni nga afër. Që do thotë, unë që jam vizitore nga Shkodra, hypi makinës dhe kaloj për të ardhur tek ju. Duhet më ardh deri në Fisht. Jo. Apo jo? Ku? Gurizi. Gurizi. Majtas, Shëldi. Prit, Majtas ka disa herë, pra duhet vinë deri në Shëldi. Asfaltin direkt në Shëldi. Në fund fundit, sot me GPS aty e vendosin edhe përfundojnë të bukurinë Shëldi. Si ke vendosur emër bukurinë Shëldi? Po është kanë fjalë vjetë kjo, bukurinë Shëldi, ashtu në Shkodër gjithmonë. Okej. Është dhe ambienti? Jo hera parë. Bukurinë Shëldi edhe mund ta kemi dëgjuar tani në komunikim fare mëndje. Është edhe bukur ambienti rreth rreth? Ambienti, si kanë avon kot po folë si fjalë përpara. Ke bërë nga këto eksperimente, shko jashtë hajde, shko jashtë hajde, jo fare. Pak, ë? Dhe ti e ke mbledhur mendje, ke thonë. Po shef me marr për jashtë. Sa bukur. Me muaj të rëndi. E kuptoj sa gjë mirë, unë të përgëzoj për këtë, se shumë të rinj kanë ikur, janë ato ECA Gabini. Shumë e vërtetë. Bukurinë është Eldi, tamam siç ka emri, gatimet dhe ambienti. Bëjnë një vizitë, sidomos ju nga Shkodra mos më rini në shtëpi. Në këtë ditë nxehta, hajdeni këtu në fresk. Dhe shihoni, do takoni dashurin e vogël, sa fantastika ai kur e pyetëm. Ju shkoftë mbar. Faleminderit. Ja, pra ky ishte Marko Prendi, i cili me shumë pasion kultivon fluturat në mjet, ka disa lloje fluturash dhe i trajton me një profesionalizëm të shkëlqyer. Mund të kontaktoni me të duke shkuar deri në mjet për të parë punën e tij të mrekullueshme, por pse jo dhe për të marrë ndonjë suvenir të vogël, të bukur, të këndshëm që mund ta keni për miqtë tuaj. Unë ju falenderoj për vëmendjen që keni treguar në emisionin sonte, duke e nisur që me reportazhin e parë ku rrëfyem për një trajnim të shkëlqyer, të altenuar mjaft mirë teorinë me praktikën, ndaj të rinjve, të cilët mësuan më shumë, morën informacion më shumë se si duhet kujdesemi ne për mjedisin, për të vijuar më pas me artizanët e Bashkisë së Vaudejas. Ritransmetimin e emisionit do të keni mundësi ta ndiqni ditën e njëjtën në orën 15:30, ndërkohë ju lë në shoqërinë e programeve të këtij televizioni. Bashkë natën e mirë.